Aksioni i Nuk është rikthyer sërish në zonën bregdetare të Vlorës, ku në bashkëpunim edhe me forcat e Gjenjos, një ndërtesë 4-katëshe pritet të shëmbët me shpërthim të komanduar. Ndërtesa për vite me radhë ka shërbyer si hotel dhe është ndërtuar në dhërmi, por nga verifikimet ka rezultuar si ndërtim i palishëm. Forcat e Gjenjos po vijojnë punën për krijimin e kushteve ku do të vendoset lënda plasëse e cila do të realizojë edhe shëmbjen e objektit. Inspektorët kanë hasur në rezistencën e pronarëve të godinës, të cilët nuk kanë pranuar të dalin jashtë saj. Ndërtesa në fjalë përket kryeplakut të fshatit Dhërmi Gjik Stramarku, i cili akuzohet nga Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave se në bashkëpunim me ish regjistruesin e hipotekës së Vlorës, Eduard Dervishi ka tjetërsuar pronën publike duke përfituar 1600 metra katror në vijën bregdetare të kësaj zone. Pavarësisht këtij fakti, Stramarku ka depozituar në Prokurorinë e Vlorës kallëzimin e tij penal ndaj Nuk, ndërkohë që është shprehur se objekti është me leje. Absolutisht i rregullt. Urdhëroj t'ju tregoj dhe vërtimin e hipotekës. Urdhëroj dhe objekti, në fjalë, vulja e bashkisë, t'ju tregoj dhe lejen e ndërtimit. Në mënyrë brutale kanë rrethuar godinën me shirit, një shirit të kuq sigurisht e ndërtim rruge dhe na spostuan të gjithë. U drejtova sot prokurorisë për të bërë një kallëzim. Po kthehemi në vitin 46 në komunizëm. Unë forcë kam vetëm ligjin. Objekti i cili pritet të shëmbët dhe është cilësuar i palishëm nga i Nuk është i rrethuar nga forcat e shumta policie dhe pritet familjarët të nxjerren prej saj me mirëkuptim, ose në të kundërt do të jenë uniformat e policisë ata që do të ndërhyjnë.